Zona e Ballagatit, dikur e njohur për prodhimin cilësor të qershive, sot po përballet me një realitet krejt ndryshe. Pemët e qershisë janë tharë gradualisht ndër vite, ndërsa fermerët janë detyruar të zëvendësojnë ato me kultura më rezistente si ulliri. Edhe pse prej disa ditësh ka nisur vjelja e qershive, prodhimi këtë vit është i kufizuar. Sasia e pakët ka ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e çmimit në treg, i cili varion nga 700 deri në 1000 lekë të reja për kilogram. Po nuk ka për prodhim thahen. Ja, kjo është më bëti. Thahen. Thahen nga rrezë e dylli. Thahen ku që shaktari që thahen është? Nuk i di edhe, po shartesa. Shu është. Aktualisht sa po shitet qershia? 8-9 huj. 8-9. A është shumë i kënaqshëm për ju? Po të ketë prodhim mirë, se po s'ka prodhim. Është i dobët të vit? Po, është dobët fare, jo, është dobët fare. Është dobët fare. Arsyeja pse ka kaq pak? Vetëm në koha. Ka ndikuar moti? Moti. Koha. Ballagati ka qenë një zonë e njohur për qershi dikur. Ballagati ka qenë kampioni në Shqipëri për qershin. Po sot si është? Tani s'ka huj. As 10% që jo. Fermerët shprehen se kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të rikthyer prodhimin e qershisë, duke mbjellë fidan të rinj, madje edhe të importuar nga Greqia. Por sipas tyre as këto tentativa nuk kanë dhënë rezultat, pasi fidanët nuk janë përshtatur me kushtet klimatike të zonës dhe janë tharë. Banorët e lidhin këtë situatë kryesisht me ndryshimet klimatike, dimrat më të butë, pranverat e paqëndrueshme dhe mungesa e rreshjeve në periudha kyçe për zhvillimin e pemëve kanë ndikuar ndjeshëm në dobësimin dhe tharjen e qershive. Ka pas qershi para 30 vitesh, 40 vitesh, mbahet si zonë, po këto kohë të fundit klima ka ndryshuar dhe nuk bëhen me. Dhe po vjen drejt degradimit. Dhe një ty ke pa që po ikin pjesa e qershive dhe kanë filluar të fusin ullit. Nuk ka një varietet që mund të rezistoj zonës? Janë mundur njerëzit, edhe nga jashtë kanë sjell qershin, prap nuk i ka rezistuar klimës ku. Për shkak me fjalë klima ka ndryshuar. Jo se është faj njerëzve të apo i punëtorë, ku e shumë njerëz punëtorë, po fatë që kanë ndryshuar klima. Dhe nuk i reziston me. Kanë tentuar prap njerëzit? Kanë tentuar 2 herë, 3 herë dhe nuk reziston, nuk i përshtatet klimës. Edhe nga jashtë kanë sjell fidanën. Edhe unë vetë që kam mjellë, se unë kam atë lokalin, atë tropikalin, kam mjellë gjithë lartë malin, nga 7-8 do 300 roj, kanë ngellë edhe 7 roj. Jenë ty kjo degradu. Do të tentoni mbjellni me? Nuk e shikoj, me që vështirë, sepse nuk i përshtatet. Në këto kushte, rikthimi i kësaj kulture tradicionale në prodhim të qëndrueshëm duket gjithnjë më e vështirë, ndërsa fermerët po orientohen drejt alternativave më të sigurta për të mbajtur gjallë ekonominë bujqësore të zonës.